fundi që shkon ke daj shuttle-i do të laj pjatë. Harroje, smatesh do të mua. Unë jam shumë i shpejt. Ej, prisni djema, pse e keni me kaq nxitim? Ne s'mund të presim, po vdesurie. Forca Aruka, nxito. Po, s'mund të presim gjihadën. Do mundesh të kur Akira. Shumë shpejt, Dajgander. Unë do ta mposht, të betohem. Këto janë urdhrat që më ka dhënë padroni im, profesor Maelstrom. Po, më në fund erdhi Darka. Vëmendje ju lutem. Po më dëgjoni? Raundi i dytë i turneut është nesër në mëngjes në orën 9. Kundërshtari juaj është ekipi Pierre nga qyteti i Thesari. Ja disa të dhëna. Njësia e tyre e hapjes është Riker KY dhe njësia rezervë është Izum ST. Përdor një sulm shumë të fuqishëm që quhet përplasja e veshjes. Ka edhe një lëvizje tjetër nga e cila duhet të Ej, më dëgjoni këtu! Ushqimi i futeni në gojë, jo në vesh! Kjo gjëja është vërtet pikante. Duhet kem përdor mustardë dhe salcë. Por është shumë e shkëshme. Kjo ishte e mira, mund të kem një të dytë. Po, të dytën. Shija e kësaj pakoj me energji është e mirë. Përbërja litiumit është shpërzyer shumë mirë me ionet e nikelit dhe ka krijuar një turlit të shishme. Faleminderit. Tani, nëse mund ta vazhdoj këtë përmbledhje. Hej, mund të më japësh një pjatë të dytë të lutem? Po, edhe Të lutem. Ushqim po mos kanë sistemin elektrik. Ej, më dëgjoni këtu! Hej, për nesër do të ha një akullore me petulla të pjekura. Si urdhëron. Duhet të më dëgjoni kur ju flas! Ma mirë kështu. Stërvitja do të filloj me një herë pas darke dhe do të merrni pjesë që të gjithë. Kutitja e kanoshtit. Lëvizje mirë u jugu. Shumë faleminderit Pulion. Ej, shikoje këtë. Kam bërë stërvitje. E të që ke ngritur është peruri që ke ngërtakën. Mrekulli, forca. Po, shumë mirë. Ata të gjithë po bëjnë lojën e tyre më të mirë Aruka. Ata janë pothuajse. Të dhënat për dëmtimet dhe saktësinë janë ende poshtë nivelit. Për të fituar duhet të jenë të motivuar. Mos u shqetëso për këtë, do t'i sjell unë në formë. Pastaj, kur kombinon fuqinë e madhe të një roboti me një strategji të mirë nga ana ime, mendoj se mund të bëhemi një ekip i parezistueshëm. Tani duhet të them se ke shumë besim te vetja. Besoj tek ekipi im. Përse të mos besoj? Në fundit jam komandanti i tyre. Mirë pra, stërvitja tjetër. Ndauni nisit e Bulionit dhe Dajganderit për të ndeshur kundër armikut panjor. Gati? Gati! Dhe Dajgu! Vazhdo! Ryugu, përgatitu për procesin e ndryshimit. Tani Bulion, ti dhe që gjitha shqipojnë procesi armatimit. Kuptova! Kombimi luftëtarit! Shiqeta! Procesi armatimit! Sulmo Bulion, shkatroj forcën pushtuese me kthetrën tënde të dy fish. Kuptova! Kthetra dy fish! Dajgander, përdor topin e dragojit. Topi i dragojit. Mirë Bulion, anulohet tani procesin e armatimit. Procesi anullohet! Draymond, fillo procesin e armatimit. Procesi i armatimit! Sekuencën e sulmit përplasës, dhe nxito. Kuptova! Kërkimi i shinjestrës! E gjeta! Fillon sekuenca e sulmit përplasës! Në plasi! S'do të mund të fitojmë një betejë tjetër ashtu si në raundin e parë. Ai ishte vërtet fat. Duhet bëj një punë më të mirë me komandimin. Të vazhdojmë me stërvitjen. Dajgander, edhe një herë, topin e dragojit. Kuptova. Çfarë po ndodh? Akira, shiko atje larg.
Çfarë? Prit një minutë, po ky është Gizani. Oh, sa i vëmendshëm qënke. Ej, fytyr kal, çfarë po bën këtu? Urdhrat janë të qarta. Kam ardhur të shkatroj Dajganderin. Çfarë te? Më dëgjove? Shpërthimi i fuqisë. S'mund të vish këtu dhe të na sulmosh si pa të keq. Goditja e shënqendës! Më bën përshtypje. Shigjela shqiponj. Bulion, duhet përdorë sulmin tënd për plasës. Kuptova, kërkimi shinjestrës. E gjeta, fillon sekuenca e sulmit për plasës. Mos, qëlluan ndaj shuttle-in. Ai tani po kthen ngarkesat. Ai kapi Dajganderin. Hey, Hey, robotin ton! Gizan, kthej këtu më njëherë, ose përndryshe do të pendohesh. Mos! Tani po dridhemi të ri nga frika. Çfarë do bëjmë tani? Tani që Dajganderi s'është dhe Daj Shuttle i shprishur, jemi vërtet të telashe. Hey! Hey, kosh me bulona! Kujdes ku e vetë gjën! Po me djek qarqet! Mirë, qetësohu tani. Ti e di shumë mirë që unë nuk jam ekspert. Po ma thua mua? Herën e fundit që po merreshe me përcjellës, le 3 bloqe qyteti pa drita! A, nëse vazhdon të tallesh do vite ta mbyll kohën, a? Forca, Aruka! Nuk e ke gjetur ende? Po përpiqem, se she, vetëm rriur. Energjinë e Dajganderit e kam të vështirë ta gjurmoj. Po thuaj se e gjeta, por pastaj u largua. Është shumë e dobët. Dhe ti më shumë po më pengon. S'mund ke shkuar shumë larg. Në çfarë metër po Po kontrollon? skanoj në periferi të qytetit. Për çfarë mund ta kenë rrëmbyer një robot? Mos e kanë marrë si të burgosur? Gizani kishte urdhër për të shkatruar Dajganderin. Duhet të jetë duke e realizuar në ndonjë vend ku ne s'mund të ndërhyjmë. Kjo s'ka për të ndodhur me Dajganderin. Ai është shumë i fortë. Je i sigurt? A? S'dua të jem pesimist, por Dajganderi nuk e ka armën e tij më të mirë. Çfarë po thua kështu? Dajganderi është shumë i armatosur. Ai mund të përdorë shpatën e dragojit dhe topin e dragojit. Nuk doja ta thosha këtë. Ti ndoshta nuk e kupton, por arma më e mirë e Dajganderit është Mos do të thuash që e ke gjetur? Sigurisht, ishte vetëm çështje kohe. Ai është 18 milje në veri perëndim pranë një fabrike të braktisur në periferi të qytetit Arken. Ky është vendi i dur. Koha jote mbaroi, Dajgander. Shpërthimi i fuqisë. Forca! Duhet të më lesh edhe mua të vi! Më vjen keq, është e pamundur. Të lutem, Buljon! Jo, ti nuk je në formë për këtë mision. Ty të duhen disa riparime të cilat duhen përfunduar. Po, ai ka të drejtë që i gjeta shqiponj. Më mirë të na lesh neve këtë operacion shpëtimi. Haruka, duhet të kujdesesh për të gjithë. Pa merak. Tani jemi vetëm ne të dy, Dajgander. Të shohim kush është luftëtari më i mirë. Nxitoni djema, kam një parandim të keqe. Forca, forca, forca! Mbahu Dajgander, po vim të ndihmojmë. Thuaj i lam të mirë gjarkut tënd, Dajgander. Çfarë? Duhet ishe dëmtuar më shumë nga sulmi im. Mendoj se duhet të rris intensitetin. Ja ku janë?
Le ta provojmë edhe një herë. Shpërthimi i fuqisë. Topi i dragonit. Kjo është më e mira që mund të bësh ti. Duhet t'jesh më i shpejtë se kaq, nëse matesh me mua. Daiku. E po tani na habite. Më duket se pas jam nënvestruar fuqinë tënde. Ginzan, ti nuk e ke iden. Në këtë rast, më mirë të vë në provë. Tremok. Ryugu, Daigu. Ryugu, si je? O, kam qenë edhe më mirë. Pse u vonuat ka Më shumë? fal, mik. Vazhdoni të ndërhyni në misionin tim. Ginzan, nëse je kaq i vendosur për të luftuar kundër Daiganderit, atëherë formoj një ekip robotësh luftar dhe na sfidosi pas rregullave. Nuk më intereson loja juaj. Vetëm të dobtit bashkohen në grup. Unë luftoj vetëm. Gjithnjë e kam bërë, gjithnjë do ta bëj. vërtetën. Çfarë? Ti e di mirë për çfarë po flet Bulioni. Misioni yt ishte të shkatërroje Daiganderin, kështu që nuk po luftoni vetëm. Dikush t'i ka dhënë këto urdhra. Doni të dini emrin e padronit tim. Kështu? Mendoj se nuk ka rëndësi në këtë pikë. Emri i tij është profesor Maelstrom. Profesor Maelstrom. Duket si jemi një kutije me drithëra. Mbaroi koha për të folur. Tani erdhi koha për shkatërimin tuaj. Unë nuk mendoj. Ryugu, prit! Mirë, je dëmtuar shumë kur përpoqe të mbrojshe. Bulion, Daigu, a jeni gati? Radha jon! Procesi i ndryshimit! Preti vetes, Daigulion! Shpërthimi i fuqisë. Më në fund. Duke mirë? Të gjitha sistemet janë në rregull. Pra, cila është gjendja e Dai Shuttle-it? Në rregull. Go Japun! U kthyen prapë në aksion. Janë von. Akira është vërtet në telashe. Përse shqetësohesh, Haruka? Bulioni është me ta. Do të kthehen shëndosh e mirë. Nuk do të mjaftoj të jenë shëndoshe mirë. Ha? Pas betejës me Ginzanin dhe stërvitjes së ndeshjes së djeshme, nivelet e gjithë secilit janë të ulta. Energjia e tyre ka sosur dhe dëmi është shumë i rëndë. E kuptoj. Ata do të kenë nevojë për energji dhe kontroll mekanik sa për të qenë të sigurt. Nuk do të kemi kohë për ta bërë këtë. Duhet të jemi në stadium para raundit të dytë. Ç'mund të bëj që të jemi atje në kohë? Hë? Prit një minutë? Mos më bëj dredha dhe lufto kundër me nëse guxon. Petra e vetes, dhëm profe! Ti lëviz mirë, Daigulion. Por jo aq shpejt sa të kapërcesh fuqitë e mia superiore. Daigulion! Ryugu, prit! S'mund të rri dhe ta shikoj këtë. Duhet të bëj një Shpërthimi i fuqisë. Termeti kalorës. Akira, duhet të bëj procesin e bashkimit me Daikun. Duhet të luftoj kundër ti si Daiganderi. E di që këtë herë mund ta mposh. Bëje! Jam gjithnjë pas teje, Ryugu! Hej, Daigulion, anuloje procesin e ndryshimit! Kuptova, procesi anullohet. Daigu, përgatitu për procesin e ndryshimit! Preti vetejës Daigander. Nuk e ke kuptuar se nuk je aq i fortë sa të më mposhtësh. Ultra shpërthimi i fuqisë. Mposhte! E ke gjithë fuqinë për ta bërë! Çfarë? Vazhdo! Sulme tokmak, tani! E ke në dorë tashmë, Daigander! Nuk e kuptoj. Kjo është e pamundur. Shpejtësia e tij, forca e tij, gjithçka tek ai ka ndryshuar. Mirë! Koha për fuqinë e grumbullimit, aktive! Topi i dragonit. Po! Sulm! Koha për të ikur.
Këmbimi I pishës. Nuk e ku të shkosh, se ne do të gjejmë. Keni pse kërkoni larg, sepse do kthehem për të përfunduar misionin. Dhe herën tjetër do t'ju mposh të gjithëve. Ju siguroj për këtë. Jam të mirë Dajgander dhe ekipi Akira. Unë e kuptoj, por rregullat janë rregulla. Nëse nuk je atje në kohën e caktuar, atëherë më vjen keq, por ekipi do skualifikuar. Por komisioner, ju na lejuat të prisim Dajgander kur ai erdhi me vonesë në provën për të marrë licencën. Kjo është korrekt, është një turne zyrtar dhe unë jam antar I komisionit. Është diçka e vështirë, por unë duhet të sigurohem që asnjët mos mbahet me hatër dhe të gjithë të zbatojnë të njëjtat rregulla. Më besoni, por unë dua sinqerisht që ekipi Akira të arrijë në kohë për raundin e dytë. Forca, një djema, nuk kemi shumë kohë. Po, nëse do të arrim në kohë, do të keni një reakcion më tepër. Po! Zonja dhe zotrinj, raundi I dytë në turneun e qytetit Arken midis ekipit Akira dhe ekipit Pierre do të filloj pas pak. Tani jemi duke pritur ardhjen e ekipit Akira që do duhet të arrijnë pas pak në vend. Qarkullojnë zëra për këtë ekip duke përfshirë gjithçka që nga një aksident I papritur deri tek një krizë nervore. Po përpiqen të kontaktojnë me ta, por akoma asnjë sinjal. Atyre u kanë ngelur vetëm disa minuta ose do të skualifikohen. Ç'po mendojnë kështu? Edhe 1 minutë. Ja ku janë, fitoni djema! Koha mbaroi. Ekipi Akira tërhiqet. Fitues ekipi Pierre. Një rjedhje pa zakon ngjarjesh. Ekipi Akira nuk erdhi në orar për ndeshjen dhe u skualifikua nga gjyqtarët. Ekipi Pierre e fiton këtë ndeshje dhe shkon në raundin e tretë. Më vjen vërtet keq Akira. Nuk ka justifikime, zotri. Erdhe me vonesë dhe kjo është e gjitha. Duhet ta nisni nga fillim. Merrni pjesë në disa betejë stërvitore që të grumulloni sa më shumë pikë. Pasi të fitoni pozicionin e duhur, mund të hyni në turneun tjetër. Kuptova, zotri. Do ta bëjmë. Dhe një ditë do ta fitojmë atë rri prej Titani. E besoj se do ta bëni. Paçi fat djem. Faleminderit. Edhe ju zoti Single Barber. E kam Finkel Starber. Nuk e kuptoj se çka ndodhur këtu, patron. Pse Dajganderi është më shumë I fuqishëm në betejë ku e komandon Akira? Fuqia e grumbullimit. Fuqia e grumbullimit? Çfarë është ajo? Është një energji që lind kur shpirti I Akirës dhe I Dajganderit punojnë bashkë si një vetë. Do të thuash se ky është sekreti I fuqisë së luftimit të Dajganderit? Që të arrish ta mposhësh Dajganderin duhet të gjesh një mënyrë për ta bërë jo aktive fuqinë e grumbullimit. E kuptoj. Të betohem se do ta rregulloj këtë çështje dhe do ta mposh Dajganderin. Tani I kam edhe mjetet. Çfarë zgënjimi? Të vetmet pikë në klasifikim që kishim marrë ishin ato që fituam herën e parë. Hey, mos u shqetëso për këtë. E rëndësishme është që Ryugu dhe Daigu janë mirë. Mendoj se mund t'i fitojmë prapë këto pikë, nëse Ginzani nuk na ndërhyn më. Do kujdesemi për të. Po, por nuk e kuptoj. Këtu kemi këtë robotin luftëtar dhe djalin që kontrollon atë dhe për një arsye të panjohur ata ndjekin ekipin ton. E përse? Kemi një kundërshtar të fortë që na lufton. Po, e çfarë pastaj? Pra dikush duhet mendoj që jemi vërtet fort. Dhe ne jemi të tillë, një kërcënim serioz për të bërë kampion. Nëse mendojnë se do të hiqemi për diçka të tillë, atëherë nuk na njohin aq mirë sa duhet. Po, do të fillojmë të stërvitemi sapo të shkojmë në shtëpi. Askush mund ta friksojë ekipin Akira. Të dëgjova qartë dhe pastër shoku im.